Ne jemi berës të paqes, jo mbjellës të hidhërimit. Ne jemi ata që sjellim gëzimin e Jezus Krishtit në këtë botë. Jeta është vetëm në Jezus Krishtit lart në qiell. Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ftoja Jezus Krishtin sot, thoj, Zoti Jezus, eja. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Baraku që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe në orën 10. Fillo sot një jetë të re me Perëndin. Ulem përpara Teje, Zot, për mëkatin që më ke falur në kryq. Nuk kam mrekullim më të madhe. Cili do që thëret emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, i janë falur mëkatet në përjetësi. Je një mëkatar i falur. Dhe kur ti e falur, je i shenjtë, dhe ti duhet të ecësh në shenjtëri. Edhe në qoftë se do të vdisni, ju do t'ju duhet të jetoni përsëri. Ky është shkembi. Ky është shkembi. Vetëm në Radio Emanuel. Gur të gjallë. Rikthehemi në studio miq me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Muzik Plus në ditën e sotme dhe në këtë momente studio është zbukuruar vërtet pa mas për shkak të ftuarës, jo vetëm për pamjen, por edhe për zemrën, për dashurinë që ajo përcjell edhe në historinë që do të ndajë në ditën e sotme. Prandaj në këtë momente kam në studio Ariana Burg për të ndarë një histori frymëzimi. Ariana, falenderoj që je pjesë e programit sot. Faleminderit shumë, Kela, është kënaqësi. Është me të vërtet një kënaqësi edhe për mua dhe një frymëzim për gjithçka që ti do të ndash në puntatën e ditës së sotme në programin Muzik Plus për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Prandaj do doja të nisnim nga fillimi këtë bisedë. Çfarë ju shtyu ju, por edhe bashkëshortin tuaj, të mendonit për kujdestarinë alternative kur tashmë ju kishit 2 fëmijë biologjik, si nisi e gjitha? Po, në bazë, në fakt, është shkrimi i shenjtë që thotë në libri i Jakobit që jemi thirrur të kujdesemi për jetimet dhe gruajat të vej, gratë të vej, më fal. S'ka problem. Edhe kjo është bazë, nisja, por vërtet në Amerikë e kam punuar në këtë fushë, në fushën e foster care quhet, edhe kam parë vetë nevojët që fëmijët kanë për dashuri prindëror, jo nga institucione. Edhe Tomi, bashkëshorti im, ishte shumë dakord. Ai është rritur në një familje me shumë fëmijë edhe ne të dy ram dakord që jemi thirrur për këtë punë vërtet. Edhe kjo është çfarë na ka tërhequr në Shqipëri në fakt. Ju tashmë keni prej sa vitesh këtu në Shqipëri? 5 vite. 5 vite. Mendoni që të vazhdoni jetën këtu? Po, kemi ardhur me mendimet që do jemi përgjithmonë. Zoti i di, por jemi të gatshëm nëse Zoti ka vendosur që ne të qëndrojmë këtu. Ashtu mendojmë ne. Le të japim një informacion të përgjithshëm edhe për ata që janë duke na ndjekur, dhe unë personalisht nuk kam një informacion të detajuar për sa i përket asaj që njihet si kujdestari alternative. Si është ky proces në vendin tonë, duke qenë se ju jeni përballur personalisht me gjitha ato hapa dhe procedura, dhe e di që nuk ka qenë diçka e thjeshtë, prandaj si e keni përjetuar ju këtë lloj procesi, këtë rrugtim nga vendimi deri në momentin kur u bët prindër për herë të dytë në një mënyrë kaq të veçantë? Po. Këtu në Shqipëri është shumë interesant. Jemi në fillim. Është një iniciativë quajtur deinstitucionalizimin, edhe në vend të institucionet duam të vendosim familjet, prindrit, edhe familjet që vërtet kanë dëshirë të kujdesin për fëmijët në mënyrë që të tregojmë fëmijët që janë të vlefshëm edhe kanë vërtet të drejtë të
experience, të përjetojë dashurinë prindërore. Kështu në Shqipëri është nisur këtë program në Vlorë, në Korçë edhe në Tiranë më duket, në 3 qytetet pilotë për këtë program, edhe me shpresë që të prapet në gjithë Shqipëri. Po, kështu është fare e re, jemi në fillim, edhe lavdi Zotit ka shumë punëtorët në këtë fushë që po bëjnë më të mirën e tyre për të krijojnë një sistem për fëmijët që mund të funksionojë shumë mirë në të ardhmen. Si ishte ky proces për ju? Procesi, ne kemi interesuar vetë në bashki kur erdhëm nga Amerika, sepse kjo ishte një gjë që ju e doni që prej para 5 vitesh tashmë. Po. Edhe vërtet Zoti kishte ndërtuar këtë program, këtë mundësi për ne, sepse kur u takuam me njerëzit e zyrës së SHMFF, mbrojtje për fëmijët, na kanë thënë, po fillojmë tani këtë program. Kështu ishte asnjë gjë ndodhe pa dorën e Zotit, edhe vërtet ai ka qenë pjesë e çdo hap që kemi bërë, por po interesuam në bashki, edhe pastaj morëm pjesë në trajnimet online, sepse ishte akoma pas Covidit. Besoj që tani trajnimet mund të jenë fizike, por sepse nuk është gjë e lehtë. Edhe duhet të jesh trajnuar, të kuptosh barën që do marrësh mbi supet, edhe të kuptosh nga vjen këto fëmijët, edhe si mund të kujdesemi për këta fëmijët në mënyrë më të specifik, më të mirë, të plotësojmë nevojët e tyre. Ka nevoja më të veçanta, sepse vinë nga familje që her pas here kanë probleme nga më të ndryshmet. Po, edhe nëse vjen ose direkt nga familje biologjik ose nga institucion, ne të gjithë kemi përjetuar trauma, por këta fëmijë nga në një moshë kaq të vegjël kanë përjetuar gjëra të shumë të vështirë. Edhe nuk është si njësoj si një fëmijë që ke lindur, ke rritur vetë, ke mbajtur në krah që në ditën e parë, ka mungesat që ndikon, edhe duhet të jesh gati edhe të kesh pritshmëritë. Edhe besoj që ju si çifti keni marrë të gjitha këto trajnime. Po. Edhe pse kisha marrë nga shkolla, nga universitet që kisha bërë vetë, si prind është ndryshe të mësoj çfarë mund të bëj unë çdo ditë të jem prind më të mirë për këta fëmijët. Kështu, trajnimet, edhe dorëzuam shumë dokumentat, referencat nga shoqërinë, edhe erdhën punonse sociale nga bashkia që të siguroj që shtëpinë e kemi të mirë, shumë interviste, është procesi gjatë për të ruaj fëmijët nga gjëra të keqe. Është e nevojshme në fund të fundit, për sigurinë e tyre, sepse ata kanë nevojë për një ambient që do të gjejnë dashuri, do të gjejnë mbështetje, gjë që her pas here ju ka munguar për gjatë viteve që kanë qëndruar ndoshta edhe në një institucion, jo se ju ka munguar dashuria edhe për kujdesi, absolutisht jo, por nga ana tjetër kalojnë nga një institucion në një ambient familjar, ndryshe, familjar, dhe duhet të përshtaten dhe ata edhe ju. Po. Edhe ka qenë vërtet bekim dhe për ne, edhe për fëmijët. Duhet të dish që do mësosh shumë në këtë proces, por edhe në fund shkoj në gjykatë, edhe vendimet vjen nga gjyqtari, nuk është thjesht marrëdhënie të ke marrëdhënie të mirë, duhet të vendosësh ligjërisht që këta fëmijët janë vendosur në këtë shtëpi për këtë kohë. Kështu. Ashtu është procesi deri tani. Sa kohë thuaj se ju mori kjo periudhë? 2 vite e gjysmë, më duket. Sepse besoj që në vazhdimsi do jetë më lehtë, por ishim të parët në Korçë. Ajo që prezantove edhe më herët. Po, të gjithë po mësojmë bashkë si do ecim. Po. Edhe të përgëzoj për këmbguljen që ke pasur për gjatë këtyre viteve deri në momentin që gjithçka thuajse u finalizua.
jam kurioztare dhe besoj edhe ata që janë duke na ndjekur, të dinë se si e pritën fëmijët tuaj biologjik lajmin që do kishin vëllezër apo një vëlla dhe një motër në rastin tuaj me të cilët nuk kishin lidhje gjaku, por nga ana tjetër ata do të jetonin së bashku, do të ishin një familje. Si është marrëdhënia e tyre momentalisht? Fëmijët biologjik kemi shumë të vegjël akoma. Edhe kur kishim vendosur këtë gjë do ta bëjmë, që në atë moment kemi lajmëruar fëmijët. Ndoshta një ditë do vinë motrat vëllezërit nga shtëpitë të tjera edhe do jetojnë me ne. Ne punuam shumë gjatë këto 2 vite gjysmë që të përgatit fëmijët tanë që kur të vinë fëmijët të mos jenë të habitur, kush janë këta? Por sa më shumë kohë që ke që të paralajmëroj fëmijët biologjik, përdor atë kohë, sepse ata duhet të kuptojnë që çdo ditë ju jeton bashkë me mamin dhe babin, edhe ju shijon nga dashuri që kemi për ju, por kanë fëmijët që nuk kanë këtë mundësi. Edhe kur fëmijët tanë kanë kuptuar atë gjë, kanë thënë, ok, le të vinë, kur do vinë, edhe ishin entuziastë. Po, kur do vinë. Po, edhe ne, po. Si është marrëdhënia e tyre momentalisht? Shumë mirë. Në fillim ishte pak e vështirë. I vogli kisha 2 vite gjysmë kur erdhen fëmijët në kujdestari, edhe ai i vogël, akoma baby, djalë, ishte shumë lidhur me mua edhe ka qenë më shumë sfidë për djalin, por punuam shumë të sigurojmë që ai kupton që Leo, vendin tënd në këtë familje është e sigurt, nuk do ndryshoj, ti je djali im edhe do jesh për jetë. Edhe pas 3-4 muaj u stabilizuam, le të themi, okay, çdo ditë nuk është 100% stable, por si ndodh, kjo ndodh në çdo familje. Besoj që edhe me motrën e tij më parë kishte. Edhe pse ka qenë pak i vogël, fëmijët midis tyre krijojnë akoma edhe ato xhelozit, edhe kur janë më të vegjël duan që secili prej tyre të ri me mamin në këtë rast, edhe të kalojë më tepër kohë. Kështu ka qenë pak e vështirë, por duhet të jesh të gatshëm të bisedosh me fëmijët, të ndihmosh fëmijët të kuptojnë çfarë kam, pse nuk më pëlqen këtë gjë, pse është kjo moment i vështirë për mua, edhe të ndihmojnë se ata janë duke formuar emotional intelligence, pjesë emocionale të shpirtit, edhe duhet të jemi sa më afër që të ndihmojmë, është e vështirë, edhe si mund të zgjidhim, si mund të ecim bashkë këtu, edhe të mos lejmë fëmijët, jo, qetëso, nuk është problem, të vërtet inkurajoj fëmijët që është pak e vështirë, edhe le të ecim bashkë, le të shikojmë çfarë do Zoti në këtë moment nga ne. Dhe në këtë momente duhet ndalem pak sa edhe më tepër tek kjo që ne jemi duke folur në lidhje me sfidat, ndoshta cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që ju keni asur dhe a pati në një moment që ju jeni lodhur edhe në aspektin emocional dhe keni pasur ato pikpyetje tuaja për qenë realist dhe për qenë të vërtetë edhe për gjithë ata që na ndjekin. Për ne pjesë e edukimi ishte pak më e vështirë, sepse ndoshta është vetëm për familjen tanë, por jemi Amerikanët, jam rritur në Amerikë edhe s'kisha parë sistemin arsimor shqiptar, kështu nuk e dija në çfarë orë fillon shkolla, ose domethënë, më duhet të dërgoj bukë me fëmijët në mëngjes, edhe pjesë e detyrës së shtëpisë. E vështirë ka qenë për mua vërtet, por lavdi Zotit punonse sociale të zyres e SHMFF-s na ka ndihmuar shumë, edhe dolëm. Çdo ditë është e vështirë edhe me fëmijët tim me mësim, duhet të jesh i përkushtuar aty edhe por ajo ka qenë e vështirë, por dhe trauma që kanë përjetuar fëmijët ndikon çdo ditë në
në ndonjë aspekt të re çdo ditë, ndoshta, edhe duhet të jemi me sa më shumë vëmendje. Po, Nga vjen këtë sjellje, po, si mund të ndihmoj këtë fëmijë të rimësoj, okay, ne nuk reagojmë ashtu, ose po, djali ka vështirësi shumë në të folurit, për shembull, në zhvillim, edhe ku mund të gjejmë burimet të ndihmoj këtë fëmijë që të shërojë vërtet emocionalisht, shpirtërisht, po edhe fizikisht të mësoj bashkë me një logopede, për shembull, Po. si të përdorësh gojen e tij që të shprehë çfarë ka brenda zemrës. Janë të gjitha këto sfida që ju i keni hasur deri më tani, edhe besoj që meritjen patjetër si çdo prind me fëmijën e vet ka sfida nga më të ndryshmet, edhe sidomos në realitetin në të cilin ne jetojmë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për zbuluar edhe më tepër nga historia juaj, dhe unë jam shumë kurioztare të di edhe më tepër nga ana institucionale, ligjore, si funksionon e gjithë kjo në vendin tonë, në pas të asaj me cilën ju jeni përballur për sa i përket kujdestarisë alternative, por gjitha këto i zbulojmë së bashku vetëm pas pak, mbasi të kemi ndjekur këngën Jezus të dua nga Çimi dhe Nisa. Jesus, I shenjë I madhërishëm I shenjë ti madhërishëm Jezus, sa jam bëlësht të emri yt Jezus, fryma jote shuan etjen time, fjala jote dritë për shtegun tim. Jezus të dua, Jezus të dua, të dua. Jezus, I shenjë ti madhërishëm Jezus, sa jam bëlësht të emri yt Jezus, fryma jote shuan etjen time, fjala jote dritë për shtegun tim. Jezus të dua, Jezus të dua, Jezus të dua, Jezus të dua, Jezus të dua nga Çimi dhe Nisa është një këngë në gjuhën shqipe që na rikthen në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën
në ditën e sotme me Arianën. Ajo është duke ndarë nga përvoja e saj personale, familjare në lidhje me kujdestarinë alternative të 2 fëmijëve që kanë marrë së fundmi. Ariana, dua të pyes në këtë momente, unë prezantova edhe më herët, ti ndave disa detaje më shumë në lidhje me kujdestarinë alternative, po ku ndryshon ajo nga bjerësimi? Përse ju keni vetëm kujdestarinë alternative dhe nuk mund të themi që fëmijët janë të bjerësuar? Po, pyetja e mirë. Qëllimi i këtij program është që të forcojmë familjet biologjik, të forcojmë marrëdhëniet edhe që fëmijët të rikthehen në prindërit biologjike. Kështu, ndoshta një fëmijë do vi në familjen tim, në shtëpinë tim, edhe unë do të jap kujdes për një kohë ose të caktuar ose jo të caktuar, po. Një farë kohë që bashkia ose një organizat jo fitimprurse të ndihmoj prindrit të rregullojnë problemet që kanë në shtëpi, në punë, ndoshta kanë problemet me alkool, me drogë, që të rregullojmë këto probleme edhe fëmijët të rikthehen në një familje të shëndetshëm, biologjik, të fortë. Kjo është vërtet qëllimi i programit. Tani po punojmë me deinstitucionalizimin edhe fëmijët për momentin vjen nga ato institucionet, por dëshira është që një ditë ata të kthehen. Po, që fëmijët të mos futen fare në institucion, por të shkojë direkt nga familja biologjik për një familje kujdestare, edhe ne të japim atë dashuri derisa mami dhe babin e tyre biologjik të rregullojnë problemet që kanë, edhe në fund të fundit të kthejnë fëmijët në mami dhe babin. Por mund të jetë që nuk do jetë mundur forcimin i këtij familje, edhe pastaj ndoshta mund të kthehet në birësim. Çdo rast është ndryshe dhe e shohim, por është gabim të fut në program me dëshirë të birësoj. Duhet të jesh gati të ndihmoj një familje të plot, jo vetëm fëmijët, por me dëshirë që dua që këtë familje të jetë i forcuar. Edhe nëse unë kam një dhomë, kam më tepër dashuri që vjen nga Zoti dhe unë mund të derdh këtë dashuri mbi këtë fëmijë derisa të jetë shtëpinë e tyre biologjik një vend të sigurt, pse ta mos bëjmë këtë? Një mision vërtet shumë i madh. Por nga ana institucionale dhe ligjore, si funksionon kjo në Shqipëri? A ka diçka që ti në gjithë procesin që se do doje që t'ishte ndryshe? Po, ligji në fakt është akoma në punë, do më thënë nuk është miratuar, ka një ligj për momentin, por ka një që është në ndërtim, le të themi. Edhe shpresojmë shumë shpejt ajo të jetë miratuar, por deri tani ka qenë pak e vështirë për gjyqtarët të kuptojmë çfarë po bëjmë këtu. Nuk është divorc, nuk është institucion, është një situatë fare të re, edhe për momentin kanë vendosur si me lidhje gjaku, kur një fëmijë kalon nga mami dhe babi, ndoshta në një hallë në gjyqja, kështu po punojnë gjykatët që të vendosë kujdestari ligjor. Ne mund të dalim nga shteti me fëmijët, ne mund të jemi vërtet si prind, por prindrit biologjik akoma kanë të drejtat e tyre si prindrit. Si prindër, e vërtet. Çfarë roli ka luajtur besimi yt në këtë vendim? A ka qenë ai një udhërrëfyes për ty gjatë gjithë rrugtimit, por do ta thoja që nga vendimi që keni marrë vite më parë? Pa besim, pa Zoti nuk e bëj dot. Është vërtet, ai është burimi i gjithë fuqia që na duhen për të realizojmë këtë program më fal. Dhe është çdo ditë kam nevojë të kthej syt te Zoti edhe t'i them, Zoti, a jam thyer për këtë punë. Edhe
gjithmonë e marr përgjigjen, po Ariana, vazhdo. Unë jam këtu, unë jam me ty, edhe më falë se do emocionoj pak, por është sfidë edhe nuk do t'ju sugjeroj nëse s'ke besim tek Zoti, nëse s'ke atë fuqi që vjen nga qielli, nuk mund t'ju sugjeroj ta bëj, sepse vërtet nga ana njerëzore nuk e bëj dot. Edhe besimi im më ka mbajtur të gjallë, të ecë në këtë. Ke gjetur forcën, shpresën, paqen e nevojshme për te sfidave që ju prezantuat. Po, çdo ditë. Edhe shoqërinë besimtare më duhet edhe atë, se vetë nuk e bëjmë asgjë. Duam motrat dhe vëllezërit në Krisht rreth e rrotull që të na inkurajojë. Po, vërtet ka qenë trupi i Krishtit, ka qenë një bekim shumë të madh për ne. Po. Se dia ke takuar ti njerëz që të kanë thënë po pse je duke bërë këtë? Po. Që habiten, çuditen. Po. Edhe është e vështirë sepse ndonjëherë bëjnë këtë pyetje në para fëmijëve, domethënë në pamjen e fëmijëve, kështu. Duhet jemi më të kujdesshëm patjetër. Po. Por përgjigja ime shpresoj që gjithmonë të jetë e sinqertë. Nuk jam e veçantë, nuk jam e fortë vetë. E bëj sepse unë besoj që Zoti më ka krijuar për këtë punë. Zoti më ka dhënë disa dhunti, është fjalë saktë, për që unë mund të përdor të bekoj fëmijët dhe familjet në nevojë, edhe nëse unë nuk e veproj, nuk e bëj, është mëkat. Edhe prandaj jam kaq e sigurt që kjo është rruga që dua të ndjek, edhe të shpresoj që çdo herë që njerëzit më bëjnë këtë pyetje që të jem një dëshmi për mirësinë e Zotit, për planin e Tij. Dhe unë e përmendaj edhe më sipër që është një vendim shumë i rëndësishëm që ne duhet ta marrim së bashku me atë që Zoti na ka thirrur të bëjmë në këtë rast, sepse nuk mund të kthehemi pas. Është një vendim që nëse ne e marrim, duhet të ecim me këmbgulje, me besim deri në fund. Prandaj nuk e di çfarë mesazhi ke për ndoshta çifte që janë duke na ndjekur, që mund ta kenë menduar, qoftë birësimin, qoftë kujdestarinë alternative, por ndoshta ndihen të pasigurt, ndihen të friksuar, por edhe të paragjykuar nga të tjerët, sepse jetojmë në Shqipëri. Të jemi realistë, e kemi edhe këtë paragjykimin. Ndonjëherë e kanë të vështirë të hedhin këtë hap ata prindër që nuk mund të kenë fëmijë, dhe më pas sa e vështirë do të jetë për ato familje ku kanë fëmijët e tyre biologjik për të menduar diçka të tillë. Është shumë komplekse e gjithë situata. Po, thjesht unë do ju sugjeroj, interesoj. Nuk, domethënë, derisa një gjyqtar të vendos fëmijët në shtëpinë tënde, mund t'i kthesh. Nëse nuk është e drejtë për hapa e duhur për familjen tënde, për ty, mund të ndalosh. Ti ke atë fuqi, por interesoj. Së pari, lutë, kërkoj nga Zoti. A mund ta bëj unë këtë gjë në fuqinë tënde, apo nuk është punë për mua? Edhe më fal, nëse nuk është e qartë, por po përpiqem të shpjegoj sa më shumë që vetëm bëj një hap. Nëse e lutemi sot, Zoti, kam dëgjuar këtë në radio edhe më ka bërë përshtypje. Pse? Mos është që ta futem unë në këtë program, ose është ta mbështet një familje që është në program. Të jap një këshill, ose thjesht të shpërndaj mesazhin. Të fillojmë me hapa të vegjël, s'do thotë domosdoshmërisht të arrim deri deri ku jemi ne. Atë që nuk je detyruar. Është shumë mirë ta bëjmë diçka të tillë, por le të fillojmë me hapa më të vegjël, të vizitojmë këtë institucion. Të shkojmë pranë tyre fëmijëve. Të luajmë me ta, të ndajmë momente, sepse besoj që këtë gjë mund ta bëj gjithsecili prej nesh. Ndoshta nuk je thirrur me personat që janë pranë institucionit, ne mund ta bëjmë diçka të tillë. Po, amen, se thjesht bëj një hap. Edhe Zoti do t'ju drejtoj. Nëse nuk është për ty, Zoti na ka dhënë të gjithë një dhunti, talente të ndryshëm, edhe nëse nuk është për ty,
mos e bëj, edhe s'ke gjykim nga asnjë njeri, por nëse është brenda mundësit që ke, intereso, bëj një hap, bisedo me Zotin, edhe ai do t'ju përgjigje, nëse ke diçka që ti mund të jap këta fëmijët, pse të mos Se mos ta bëjmë, patjetër. Po. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer sërish në studio dhe pse jo për të ndarë edhe një mendim të fundit në lidhje me gjithë temën që ne jemi duke trajtuar. Gjithçka dorëzoj, këtu më gjen, ndërsa ti pranë më vjen, dëshpruar për ty, dëshpruar për ty, unë dorëzohem. Shpirtin tim derdhu me hir më shir, kam etje uri, kam etje uri, me krah të shtrir, lutjen më dëgjon ti, më fol tani Zot. Të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, si një fryte kun, Zoti vepro tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro tek unë, si një ere fort, Jezus fryte kun, Zoti vepro tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro tek unë, dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë. Unë dorëzohem, kënduar nga Gloria Nure, është kjo këngë që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të ndalur edhe tek diçka e fundit në lidhje me atë që Ariana është duke prezantuar, duke ndarë nga zemra në ditën e sotme. Ajo së bashku me bashkëshortin e saj Tomin kanë marrë në kujdestari alternative përpos 2 fëmijëve të tyre biologjik edhe 2 fëmijë të tjerë, dhe
Ariana, jam shumë kurioztare të të pyes se si ka qenë ai vendimi që ju keni zgjedhur, po, këta do të jenë fëmijët që ne do të marrim në kujdestari alternative. Po, shumë shpejt në proces ishim ullur me disa të punonësit të këtij program këtu në Korçë, edhe na kanë prezantuar këtë ide që në fakt kemi një motër dhe një vëlla që duhet të kërkojmë një vend, a jeni të gatshëm që të pranojnë 2 fëmijët, edhe që ato moment jemi lutur Zoti, është në planin tënde këtë apo jo? Edhe ne kishim mundësi, ne kishim hapësirë, edhe menduam, okay, pse ta mos bëjmë, po do morëm përgjigje nga Zoti, edhe tani e shoh kaq të lidhur janë motër dhe vëlla, që se imagjinoj dot nëse ne kishim thënë jo, edhe një të kaloj në një institucion larg edhe një në tjetër, do ishte një tjetër traumë një për ta. tjetër traumë, në dhimbje shumë e madh për të dy, edhe jam shumë falëndërues Zotit që ai na ka dhënë këtë mundësi që ta mbajmë këto motër dhe vëlla bashk. Po, ka qenë Ju e kishit menduar thjesht një fëmijë? Po, kishim menduar, domethënë, Nuk e di si e Duam- lejon ligji. po, Deri në sa ligji fëmijë? lejon deri në 3 fëmijë të vendosur në një familje kujdestar. Edhe ne jemi të gatshëm, kështu por s'kisha menduar që fëmija e parë do jetë fëmijët e parë, domethënë ishte po Do jenë surprizë, motër e po. vëlla, do jenë 2. Po, E po këto janë planet e Zotit dhe amen. planet e tij janë gjithmonë dhe më të mëdha se Jashtë, sa po. planeve të gjithë secilit prej nesh, dhe jashtë asaj që ne mund të mendojmë dhe perceptojmë, është e vërtet. Dhe për ta përfunduar, Ariana, çfarë do doje të përcjellje si mesazh, apo që shoqëria shqiptare të kuptojë më shumë rreth birësimit, por edhe rreth asaj që ju jeni duke bërë momentalisht kujdestarisë alternative. Çfarë mesazhi pra ke për Po. dëgjuesit tanë? Vërtet dua që shoqërinë shqiptare që të kuptoj që çdo fëmijë ka të drejtë të përjetoj dashurinë prindërore, që institucionet kanë në vendet e tyre, kemi nevojë për institucion, por vendos veten ndoshta në vend të një fëmijë që është rritur në një shtëpi e foshnjës, në një institucion, edhe si do ndihesh ti atë mungesë mami dhe babin. Është çdo fëmijë ka të drejtë të përjetoj, të experience, të ndihet të dashuruar, më fal, nga Të ndjej dashurin, një mami patjetër. edhe një babi, po. Ose Të ndjeti dashur. po, edhe ndoshta ti ke atë dashuri edhe ti mund të ndaj atë me një fëmijë në nevojë. Kjo është çfarë dua Shqipëri të kuptojnë, që këto fëmijët nuk janë se di si të shpjegoj. Nuk duhet të qëndrojnë jashtë shoqërinë, nuk duhet të vendosin fëmijët, okay, janë mirë aty në atë godinë edhe le të harrojmë. Por ne vërtet duhet të shohim që këta fëmijë janë si fëmijët tënde, janë lindur me të njëjtën vlerë se sa një fëmijë që është lindur me një mami dhe një babi të po, kjo është Cilët ndajnë familje, ndajnë përditshmërinë, ndajnë sfidat, por ndajnë mbi të gjitha ato momentet e bukura dhe të gëzueshme për cilat fëmijët kanë gjithmonë nevojë. po. Amen. Ariana, të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave. E di që ke shumë për të thënë, edhe për shkak ndoshta të një vështirësie për sa i përket gjuhës, por unë të përgëzoj që ti gjithmonë je përmirësuar Faleminderit. në gjuhën shqipe, dhe mbi të gjitha të falenderoj për atë që ke në zemër, për dashurinë dhe kujdesin që tregon për këta fëmijë, për fëmijët që ju keni momentalisht në shtëpi, por jam e sigurt edhe për kujdesin që edhe mendjen që ke tek fëmijët e tjerë që ndoshta i vizitoni her pas here dhe që janë pjesë e institucioneve.
Të përgëzoj ty edhe Shumë bashkëshortin tënd faleminderit. Tomin për këtë mision të mrekullueshëm që jeni duke realizuar. Ju uroj shumë bekime. Faleminderit shumë për mundësi që të ndaj historinë tanë këtu. Ishte kënaqësi mbi gjitha, pse jo, duam që kjo histori të jetë një frymëzim, një inkurajim për gjithë ata që janë duke na ndjekur, që ndoshta thellë mund ta kenë menduar diçka të tillë, por që nuk e kanë hedhur si hap në jetën e tyre. Po, vetëm interesojeni, bëj një hap nëse ke atë dëshirë, bëj vetëm një hap edhe shikoj çfarë mund të bëj Zoti. Kaq. Të falenderoj, të uroj një ditë të mbarë në vazhdim, je gjithmonë e mirëpritur për të qenë pjesë e programit, pse jo për të ndarë edhe më shumë inkurajim për dëgjuesit tanë në këto momente në shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Vjen kënga Unë kam një mik nga Isli Islami.